Mirëmbrëma edhe mirë se vini. Debat për një me, debate zgjedhore për zgjedhje lokale 2025, këtu në TV Dugagjen edhe Kallxo.com jemi me ju çdo natë prej orës 7 deri në 8 deri në fund të fushatës zgjedhore. Sonte jemi me kandidatët për kryetar të komunës së Fushë Kosovës në debatin e vetëm në vend cili zhvillohet sipas standardeve ndërkombëtare të fact-checkut, që i bjen standarde për verifikimin e fakteve mbi kritere të barabarta për të gjithë. Prej kur i majmë këto debate zgjedhore pra që 20 vjetë gati na u kam bo, në Fushë Kosovë i kemi majtë gjithë me prezencën e Borim Berishës, i cili ka qeveris këtë komunë për shumë vjetë. Burimi ka vendosë mos me kandidu mu, me ju lanë rajnën kandidatëve tjerë. Kështu që Fushë Kosova është njëna prej komunave me kaos e ndërtimit shumëta, të gjithë e njofim se të tillë, edhe na që jetojmë afër Prishtinës, andaj kemi vendosë që vëmendjen kryesore rëndësi më të madhe të këtij debati mea kushtu planit zhvillimor urban për ndërtimin Fushë Kosovë. Normalisht do të diskutojmë edhe tema tjera me rëndësi etike si arsimi, shëndetësia, infrastruktura. Sonte debatin për Fushë Kosovë i kemi të ftuar edhe kanë ardhur krejt 5 kandidatët që janë kandidat për këtë kryetar të kësaj komune. Renditja e tyre sipas alfabetit është Besnik Osmani nga LDK, Hasan Ismaili i pavarur, Rahim Tërnava nga PDK, Valon Prebreza nga Lëvizja Vendosje, edhe Vildani Latifi nga AK. Po filloj me ty, Besnik, 2 minuta prezantimi i platformës zgjedhore. Faleminderit për ftesën. Unë përshëndetin natyrisht edhe për ju edhe për kandidatët, po edhe për qytetarët që kanë durimin dhe vëmendjen më na ndëgju. Është një program qeverisës 2026-2029, është i përgatitur në 4 shtylla. Shtylla parë ka të bëjë me vizionin tim për komunën e Fushë Kosovës në 8 vjetët e ardhshme. Shtylla dytë ka të bëjë me qeverisjen e mirë ku janë para pa 1.5 milion euro. Shtylla tretë ka të bëjë me qytetin miqësor edhe funksional ku kemi para pa 31 milion euro. Shtylla e fundit është fshatrat e gjeneratës së ardhshme ku kemi para pa të 25 milion euro. Sa përket prioriteteve sektoriale, në 4 vjeçarin e parë vazhdon të jetë infrastruktura, në prioritetin e dytë do të jetë kultura, rinia dhe sporti, në prioritetin e tretë do të jetë arsimi, në prioritetin e katërt do të jetë ambienti, në prioritetin e fundit do të jetë shëndetësia, sepse kemi kompletuar shumicën e le të themi kapaciteteve shëndetësore. Po flas gjithnjë për fushën e investimeve kapitale. Ajo që jemi fokusuar janë të zgjidhjet e mundshme në qytet, e dyta ka të bëjë që në 4 vjeçarin e ardhshëm të përfundojmë komplet infrastrukturën shkollore për godina shkollore, derisa te fshatrat fokusi më i madh është në infrastrukturë edhe ambient. Faleminderit, po shkojmë me juve Hasan Ismaili, kandidat i pavarur, platforma juaj për 4 vitet e ardhshme. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për kolegët. Programi im politik për këtë mandat bazohet në 3 shtylla. Ashtu unë e kam para pa. Zhvillimi i qëndrueshëm i komunës, transparenca në qeverisje dhe fuqizimi i qytetarëve për të qenë pjesë e vendimmarrjes dhe pjesa tjetër, drejtori për drejtori, kur të kalojmë në pyetjet e juve për secilën drejtori, atëherë kam para pa edhe pjesën tjetër që do ta prezentoj edhe në shifra, po edhe çka kam para pa për me u zhvillu. Faleminderit, Rahim Tërnava nga PDK. Po, Rahim Tërnava nuk është vetëm një platformë si dokument, po jena bazuar në kërkesat e qytetarëve, në nevojat urgjente që duhet mi marrë, ato janë infrastruktura, zhvillimi ekonomik, ajo bujqësisë në përfshatra, është arsimi, është shëndetësia,
dhe kemi kulturën dhe sportin që në fushë Kosovë janë në nivelin e zerës. Këtyre shtyllave do t'u kushtojmë rëndësi duke u bazuar në plan të veprimit, një strategji të qartë me afate kohore, me aktivitete të cilat janë parapane më kry se cila në bazë të rëndësisë dhe nevojës të qytetarëve të Kosovës. Ato janë infrastruktura që duhet me u liru komunikacioni, që është një ngarkesë e madhe për qytetarët tonë, ku do të bëhen rrugët alternative në jug dhe në veri të qytetit, dhe do të bëhet një shesh i madh, që është nevoja më e madhe dhe kërkesa më e madhe qytetarëve. Përveç kësaj duhet më marrë me ambientin, që edhe kjo nuk është më pak e rëndësishme, po është shumë e rëndësishme se neve në fushë Kosovë pothuajse na ka mbulu burllogu. Dhe kjo është si primare që do të jetë në muajin e parë që do dalë së bashku me punëtorët e pastrimit dhe do të rregullojmë pastrimin. Në arsim kemi nevojë për objekte, duke marrë parasysh edhe në vitet e fundit ka pas nxënësa nëpër shkolla, 40 nxënës në një shkollë, gjithashtu me turne të vëndshme në klasat e treta fillore që deri në 7 mbrëmje, që këto do të me eliminu me urgjencë, duke ndërtu shkollat e reja në qytet, minimumi edhe 2, dhe duke ndërtu qerdhe që është jashtëzakonisht kërkesë e madhe, e shumë grave, e shumë nonave prindve në fushë Kosovë, gjithashtu duke përfshi edhe fshatrat që është një kërkesë e madhe. Për sportin dhe kulturën do të folim vazhdim, e cila ka ngel shumë monash dhe jam i gjendje të rëndë në këtë drejtim. Valon Prebreza, nga Lëvizja Vendosje. Përshëndetje për gjithë. Platforma ime për fushë Kosovën ka një qëllim të qartë. Ta kthejmë qytetin në një qytet të planifikuar, funksional dhe për të gjithë banorët. Jo më ka ashtu siç e cekën në fillim të emisionit. Shtyllat kryesore janë plan të qartë urban, hapësira publike, shërbime për qytetarët, si dhe rend ligjor. Prioriteti kryesor për neve do të jetë arsimi. Me arsim që nuk kuptojmë kampusin, ndërtimin e kampusit të shkollave të mesme në lagjen Nakarad, i cila do të jetë modeli sikur në komunën e Gjilanit, ndërtimi i shkollave të reja dhe kopshteve publike në qytet, renovimi total i shkollave të vjetra në komunën e Fushë Kosovës. Te pjesa e infrastrukturës, në plan programin ton kemi kogenerimi dhe ngrohjen qendrore si projekt madhor që do ta fillojmë në mandatin e parë, unazën e qytetit që do ta lirojë komunikacionin, ujë të pishëm për secilën familje. Problemin kryesor në Fushë Kosovë dhe rrethin e kemi që deri sot nuk ka ujë të pishëm për secilën familje. Modernizim e kanalizim i ujësjellësit në qytet, bashkëpunim me ndërmarrjet publike që operojnë rreth Fushë Kosovës si dhe themelimin e 2 ndërmarrjeve lokale, sheshin e qytetit, krijimi dhe rigjenerimi i hapësira publike dhe të gjelbërta, ndërtimi i parkingjeve të reja publike. Transparencë dhe llogaridhënie. Përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës për qytetarët, rikthimi i besimit në institucionet publike, përmes fuqizimit të kontrollit brendshëm. Siç e dimë, në komunën e Fushë Kosovës kontrolli brendshëm nuk ekziston fare. Kemi një auditor i cili nuk ka kompjuter fare. Si dhe themelimi i këshillave lokale sipas ligjit për veçëverisë lokale. Barazi gjinore, mbështetje për punësim dhe ndërmarrësinë e grave, krijimin e fondit për gra, për të mbështetur gratë që dojnë të bëjnë biznes, krijimi i zyres për barazi gjinore në komunën e Fushë Kosovës, bursa STEM për vajzat, rritja e sigurisë për gratë në hapësirat publike, që nënkupton ndriçim në secilën rrugë dhe secilën lagje të Fushë Kosovës. Sa i përket pjesës së kulturës, renovimi i shtëpisë kulturës së Fushë Kosovës si monument i veçantë që ekziston në komunën tonë. Faleminderit, Vildane Latifi, plani OAK-s për 4 vitet e ardhshme. Fillimisht më lejoni të uroj suksese kandidatëve për kryetar të komunës së Fushë Kosovës. Unë jeta vi prej lugës më të madhe të qytetit, pra do të thonë jetoj në lagjen Dardania, ku e di shumë mirë që nuk mundesh me ecë, e di që edhe kur e kom pas fëmijën s'kom pas ka me shku, shumë persona me nevoja të veçanta kanë të papërballueshme mungesën e hapësirave, andaj në këtë plan program timin, unë personim e kam rregullimin e jetën e qytetarëve. Pra unë vi me një vizion të ri për komunën, një vizion të ndërruar mbi realitetin, nevojat dhe dinjitetin cilësor të secili qytetar, pra u shkua që qyteti t'i kthehet qytetarëve. Një ndër prioritetet e mia kryesore do të jetë arsimi. Fëmijët e Fushë Kosovës meritojnë shkolla të reja dhe kushte dinjitoze për të mësuar. Numri i madh i nxënësve kanë mbikërkuar shkollat ekzistuese. Në disa raste mësimi zhvillohet edhe në podrume. Do të thonë në shekullin 21 kemi klasa e parë dhe e dytë mëson poshtë në podrum.
Plani ynë është ndërtimin e shkollave të reja, jo më anekse dhe klasa të mbi karkuara që janë tani, por me oborre të mëdha të sigurta salla funksionale, rritje të numrit të kopshteve publike. Në krejt komunën e Fushkosovës, për momentin e kemi pas vetëm një kopsht publik. Do me thonë, tjetri kopsht është porëru para disa ditëve, por prap nuk i përmbush nevojat e qytetarëve. Andaj, një ndër prioritetet kryesore do të jetë edhe kjo, modernizimi i shkollave dhe sallave ekzistuese që janë. Shumë shkolla nuk e kanë rrjetin e mirë mbrana, s'kan laborator, s'kan kompjuter, s'kan projektor, gjitha këto pajisje nuk do të mungojnë, po ashtu duhet të funksionalizojmë edhe sallat e sporteve, ku komuna i ka renovu për 2 herë dhe nuk janë lshu për përdorim, është salla e shkollës Selma Riza dhe fshatrat Lismir, Pomëzëti, Miradi e Epërme dhe Vragoli. Tjera do t'i shpalus në vazhdim. Faleminderit, po shkojmë të tema e radhës, por po ju përkujtoj që keni drejt replika 30 sekonda, e tema e radhës ka të bëj me urbanizimin. Po e fillojmë prej juve në mes, zotni Tërnava, thjesht po ju përkujtojmë që Fushkosova është parajsa e ndërtimeve të banesave kolektive, ma shumë se çdo komunë tjetër. Mira banesa jo ndërtu në pak vite, duke e betonizu skajshmërisht këtë qytet. Fushkosova e ka të hartum hartën zonale, ndërsa është në proces të hartimit të planit zhvillimor komunal. Për secilit kandidat, po na intereson se nëse zgjidhen kryetar, sakt në cilat zona kanë me kriju e ndërtu banesa, hala, nëse ato e kanë plan, çfarë kritere kanë me përdora, apo kat kanë me leju ndërtimin e ndërtesave, edhe për Fushkosovë shumë me rëndësi, qysh ku kanë me ndërtu hapësira, gjelbërta hapësira publike. Që kjo është beteja një kryetarit të arshëm. Jo ma shumë banesa që ka me bo, po ma shumë hapësira publike, po fillojmë për juve, zotin Tërnava. Po, ne si që dim që komuna e Drejtanishme ka qenë shumë dorëlirë në mbindërtime dhe në lejet e jashtëligjshme që janë bo ndërtesat në komunën tonë. Ne nuk do të ndalojmë ndërtimin se në një qytet ku ka ndërtim, ka dhe zhvillim. Por sigurisht që nuk do të lejojmë si që kanë lejuar deri me tani. Sa ka do t'i lejoni, maksimum? Do të shkojnë deri në 15 katë 20, po mund do të hapësira në tokë, dhe mund do të gjelbrimi, dhe mund do të parkingu, mund do të parku për fëmijë për pleq, kështu që ndërtesat të lartë le të shkojnë, havaja le tjetë për ndërtusit, E tash më toka intereson, për banor. cilën lagje 15 katë, ku ma shumë, ku ma pak? Lagja e kolonisë, ka mundësi me u bo 15 katë, është një lagje ende e pandërtume, ku ka hapësirë në planifikimit urban profesional. Unë kam diskutu edhe me arkitektat më të mirë që i ka qyteti jonë. Kemi dalë dhe kemi mendu qysh me ndrejsh Fushkosovën, qysh me ndru imazhin e Fushkosovës, qysh me s'më njoft një qytetari Fushkosovës vetëm për borllëk dhe beton. Qysh keni me ndru me ndërtesa 15 katë? Po, se lihet hapësira sipas ligjit. Në bazë të nalësisë që shkon edhe japet hapësira e gjelbrimit edhe tokës komunës në shfrytëzim. E çka mi bo qësaj Dardanis që s'ka Kësaj Dardanis do të mi bo rrugë një kashe, edhe aty ku ka hapësirë më liru ato pronat publike që i kanë lanë shumë pak, edhe ato më bo gjelbrim edhe parking. Mirë, përveç kolonis, cila tjera 15 kashe do t'i bëni? 15 kashe do të bëhet edhe lagja përballë Bresis, që është lagja e re, afër komunitetit, dhe do të bëhet në Karada komplet ndërtim. Do me thonë, 3 lagje keni me leju 15 katë. Po. Jo në tjera. Jo në tjerat nuk ka hapësirë, se tjerat vesh kanë fillu ndërtesat pjesë, edhe nuk mundësh se atë parametrat e ndërtimit nuk e lejojnë ti, nëse është bënë ndërtes me ju në zonë djele që kanë ndërtu këta ndërtesa në gjitën. Sa ajo është edhe nuk është e shëndetshme edhe është ndalume. Shkoj me juve zëni Prebreza, plani për zhvillimin e Fushkosovës. Plani urban, sa katë? Ku? Ndëruar jetë, në Fushkosovë kemi një kas. Mungesë hapësira gjelbërta, trafikit dendur, mungesë hapësira publike, madje as nuk i dina pronat publike ku i kemë. Komuna e Fushkosovës kur nuk na jep informacion për pronat publike që janë në qytet. Ka një mbyllje totale të komunës, krahas asaj na kemi dënime të shumta që i merr komuna për mosdhënie të këtyre informacioneve. Ne mendojmë që zgjidhjet tona për zhvillim urban duhet të koncentrohen një sheshëri për qytetarët tonë, hartimi dhe miratimi i një master plani 10 vjeçar, ku do të përcaktohen bazë hartë zonale, plan zhvillimor komunal, edhe mënyra se si do ndërtohet në Fushkosovë. Rreth kësaj që nuk jemi kundër ndërtimit, po jemi të
përkushtuar që të zbatohet ligjin e përpikëmëri, harta zonale, plani Vizioni zhvillimor politik komunal. sa ka do t'i lejoni edhe ku? E ndëruar, na do të mënuemi që të bëjmë urbanizimin e lagjeve të reja, siç është lagja 28 e komunitetit Ashkalia Egjiptian dhe Rom që jetojnë aty, të cilët kanë probleme me pronën, aty do të bëjmë përkujdesje që atë pjesë ta urbanizojmë dhe të bëhet jo vetëm të jetojnë komuniteti Ashkali dhe Rom Egjiptian, që jetojnë sot në një situatë si geto, Okej, çka nuk kupton urbanizim? Banesa të reja? Banesa të reja me procesin e... Sa ka çato banesa? Veç pak, me procesin që do të bëhet përmes banimit të përballueshëm, kuadër të fondeve që do t'i marrim prej... Mirë, komuniteti s'munët me pagu heq për banesa të reja. Çka do të bëni për ta? Do t'i bëjmë na me fondin e përballueshëm, për banim social. Fondi përballueshëm është me pagu diçka. Ata momentalisht s'muj kur gjuhë. Komuna merr pjesë bashkë me qeverinë e Kosovës që të bëhet zgjidhje për ta. Nuk mund milion, nuk mund milion banor të Kosovës. Çka zgjidhja jote? Zgjidhja jonë është urbanizimi i lagjës. Zgjidhja jonë është urbanizimi i lagjës dhe kemi me bë këto. Sa i përket ndërtimeve të reja në Fushë Kosovë do të përkujdesim që të respektohet harta zonale. Pjesa tjetër, sa ka do t'i lejoni? Sipas hartës zonale edhe plani zhvillimor komunal. Sa është ajo? Në përpikëri. Sa është ajo, se nuk e ka lexuar krejt qytetari hartën zonale. Harta zonale është shumë e përgjithshme, nuk t'i cakton kat në çdo lagje. Aty ku kemi mundësi për dhomë bonuse në mënyrë që të respektohet dhe të krijojmë hapësira të përbashkëta, do të dhojmë mundësi. Që do të thotë sa kat, zoti Tërnova tha 15 lagje caktuar. Jo, nuk mund 15 kat në Fushë Kosovë, maksimumi që do të mundet me shku është 10 kat, nuk mundet me shku 10 kat maksimumi. Toka nuk e lejon zvesaj. Valon, unë të moj për fjale. 10 kat. 10 kat. Faleminderit. Hasan, ju çka mendoni për planin urban? Plani urban Fushë Kosovë është i përcaktuar me hartën zonale, e cila është aprovuar në 2020 dhe punohet me hartën zonale deri sot. Tani është në përfundim e sipër, më duket tani në këtë mbledhjen e fundit e kemi planin zhvillimor komunal, që na nuk e kemi, po çka është para pa me plan zhvillimor komunal. Mirë po... Sa ka t'jon para pa aty, mas shumëti? Sa ka t'jon para pa në PZK mas shumëti? PZK nuk e kemi, se unë se kam. Musëm ka orë si material dhe nuk e di. Pra, nëse bosh kryetar, masi se ki që ato, çka do të lejojsh? Do të lejoj vetëm strikt harta zonale specifikon sa ka të shkon. Jo e specifikon. Unë po ta shpjegoj tash, nëse më lejon. Harta zonale shkon deri në 8 kat. Okej. 8 kat. Dhe e bonusin? Veç pak, nëse më le me ta shpjegu, nëse do në me di që shkon. Harta zonale e specifikon sa kat shkon. Përdhesa dhe 8 kat banim. Nëse në atë lagje, sepse në Fushë Kosovë ka lagje që janë rrugë të ngushta, rrugica. Dhe nëse në atë lagje, bëhet një ndërtim me hapësirë shumë të madhe. Atëherë ke mundësi me shku në kate manal për me zgjeru rrugën. E po thu që ka vend Fushë Kosovë me zgjeru rrugën? Ti vetë pedin? Po që se unë jëmë rritë në Fushë Kosovë, jëmë pej 69, se Fushë Kosovë në një qytetin cep më cep. Po? Edhe krejt që ka ndërtu dhe i tash, po thu bo me legjë. Krejt që ka ndërtu dhe i tash, edhe me kritere. Ti më pyte që ka du të me bo. Që ka ndërtu dhe i tash, nuk ndërtu. Sepse është ndërtu deri në 2020 me një plan zhvillimor komunal, i cili është bon 2005. Dhe në 2011 është revidu dhe ka pësu ndryshim të ma. Dhe me atë revidim, atëhere jënë hitë dë shara sajtë edhe ka shku edhe në 8 kat edhe 9 kat dhe u rritë pjesa e sipërfaqes të ndërtimit. Ka qenë 14 me 60, ka shku 50 me 50. Dhe e kem këtë gjendje që e kem tash. Harta zonale e ka stagnu pak, e ka stupu pak, por do të strikt me ju përmbajt harta zonale deri sa nuk na vjen plani zhvillimor komunal, mandej kur të aprovohet plani zhvillimor komunal, harta zonale revidohet në harmoni me planin zhvillimor komunal dhe ligji sta lejon ndryshe. Faleminderit, Vildani Latifi, plani ju i urban. Tash edhe nuk e di se një ndjeni është u zhvillua dhe pjesa e qytetit me ndërtime. Pjesa e kënej qytetit që përfshin rrugën Dardania prej rrethit andaj është mirë ngarku, s'ki hapësirë, s'ki parqe, s'ki kur gjo. Pretendimi im kryesor është që pjesa tjetër e qytetit të ruhet. Të ruhen hapësirat publike, të ruhen të paktën të krijohet ndonjë park i vogël ku qytetarët mund të dalin shlirë me fëmijët poshtë.
Sa ka do të lejoni ju? Më shumë se 8 kat jo, sepse të e marë parasysh që ne s'kemi frymë ku me marë, pjesën tjetër të qytetit duhet me pështu me pa tjetër. Kemi nevojë si njerëz për hapësira pak më të mëdha, jo ndërtime në gjithë që janë zhvillu deri sot në komunën e Fushë Kosovës. Po ashtu edhe do të ketë edhe rregulla të qarta për ndërtim, ku çdo ndërtim do të kontrollohet teknikisht dhe ligjërisht për të parandaluar ndërtime të paligjshme dhe shkatrimin e hapësirave publike. Domethënë komunë të Fushë Kosovës disa janë ndërtuar mirë, disa janë ndërtuar keq, dikush është kap me tjetrën. Masi është ndryshe, për që ato po të pës, në cila lagje keme leju? 8 kat, në cila lagje ma pak? Prej komunës, komplet pjesën e qytetit, pjesën tjetër qytetit, për mbrapa komunës e kap komplet, është duke ndërtu, aty kisha shku me standard komplet. Me pas hapësira, parkingje, shtigje për ecje, me bo qytet të rregull, të jetueshëm. 8 katë dhe aty? Po, jo si pjesë aknejnë, këtë pjesën tjetër ekzistuese më të lugës qytetit, duhet me i para pa parkingje, duhet me i para pa rrugë të një kashe për lehtësim të njerëzve, po këtë këto do t'i bëjmë me ekspert, duke e pa terrenin, se qysh ku ka nevojë për ndërhyrje më të shpejt të këtyre problemeve. Besnik, plani ju i urban? Kështu, faktisht ne kemi në fuqi atën zonale që është miratu dhe është në fuqi deri vitin 2028, ndërkohë që ka kalu plani zhvillimor afate tashme dhe është punun 2 vitet e fundet në planin ri zhvillimor, është përgatit draft, është miratu në parim, ka dalë një diskutim publik dhe pritet që ditën në vijim të miratohet se finale dhe që do të vlej për 8 vitet e ardhshme. Ndërkohë që plani zhvillimor nuk përcakton në detalje, po përcakton caqet e zhvillimit të komunës se ka do të shkojë komuna Fushë Kosovës në 8 vjeçarin e ardhshëm. Ky plan zhvillimor do të përkrah thotë zhvillimin e Fushë Kosovës pas kësaj periudhe kohore do të pas 8 viteve qytet komunë e Fushë Kosovës me 100.000 banor. Çka kemi të përcaktuar në planin zhvillimor? Kemi përcaktuar kohat kryesore. Përcaktojmë lidhjet kryesore me kryeqytetin e Kosovës në të 2 anët përbrihje Kurullës edhe rrugë Nuklearit me zonën A. Kemi përcaktuar komplet rrjetin e shkollave dhe të infrastrukturës publike si do zhvillohet. Kemi përcaktuar lokacionet e vendet për 2 pashqe se ku ndërtohen dhe do të kalojmë në nivel tjetër të zhvillimit që pasaj do të amandamentohet harta zonale për shkak të këtyre ndryshimeve. Sa kat edhe në çfarë drejtime? Këto po du me thonë. Harta zonale aktuale është deri në 8 kat, përveç rase kur ka pas bonuse dhe rase kur është dashur të merret toka për infrastrukturë publike në mungesë të tokës, derisa zhvillimi i ri që nuk e përcakton harta në perceptimin tim dhe në bindjen time për mënyrën e menaxhimit të qytetit të tashëm, ne do të kalojmë në nivel tjetër. Nuk do të ketë jashtë zonës së qytetit e ngushtë ndërtime të larta, do të ketë ndërtime elitare, do të ketë lagje të cilat do të sjellin në komunën e Fushë Kosovës njerëz me potencial të madh ekonomik edhe për jetesë, po edhe për punë dhe për zhvillim, dhe kështu do të bëjmë një balans të qëndrueshëm midis banorëve në banesat kolektive. Lagje elitare, në cilën drejtim do t'i bëni? Do t'jenë në drejtim të Miradisë e epërme, është komplet zona që lidhë me pjesën e Uglarit, është e propozuar në planin zhvillimor, jo në pika detale, por është në atje banesa a shtëpi do t'jenë? Jo, janë në shtëpi, lagjet e cilat ndërtohen. Edhe ma shumë se 8 kac do t'lejoni nëse boni kryetar? Jo, përveç pjesës që u përmend me koloni që të mos prisnin, përveç pjesës 028 në Seman lagjeve që janë pjesë e qytetit dhe që do të bojnë balansin e zhvillimit të pjesës urbane të qytetit. Kriteri për bonuse, sa ka t'i qënë? Dhe në sa lejon bonuse? Varësisht nga nevoja që janë, sigurisht që nuk shtohen... Varësisht nga nevoja, Besnik? Jo, më po thamë. Mund është 50 kat me shku bonus? Jo, nuk mund është me shku 50 kat, se edhe nuk ka asë një rast që ka shku, 50 kat. Po që 15 tha zotin Tërnove, a shkoni dhe i në 15? Jo, nuk folet ma për zhvillimit të ndërtesa në 15 kat në komunën në Fushë Kosovës për mua si kryetari komunës. A o bonusi 1 kat, 2, 3, 4, sa? Mund tjetë 1 kat, mund tjetë 1 kat e gjysmë, mirë, po nuk do të ketë me shumë se 10 kat ndërtesa. Me planin e ri, qëndrimi im si menaxher, do t'jetë që ndërtesa do t'jenë 8 kat. Derisa ne do të punojmë së bashku me ekspertët dhe me njerëzit që i marrin vesh me urbanistët se si do të zhvillohen detalet e planit detaj. Replika në kërku mas pari, Hasani, Valoni, pastaj Rahimi. Urna. Jeta, harta zonale në Fushë Kosovë bëhet prej 4 koeficienteve. Fillon me 2.4, 2.6, 2.8 dhe tavani është 3.0. Varet prej zonave që është specifiku me zona.
Çështja e kateve që po na pyet, nuk varet prej neve sa kat kemi me leju. Nëse sepse Fushë Kosova nuk ka prona komunale. Na mungojnë prona dhe nëse mu, si kryetar komunë, unë vy një pronë për me ndërtu një qerë dhe si një shkollë, unë du me bashkëpunu me një ndërtus dhe me... Unë du si qytetar me ditë që tash sa ki me lejuti, që unë si votus po du me ditë që tash me të ka për fjallë. Unë po du me ta spjeguti... Mirë, dhe të ma spjegon edhe unë po ta spjegoj. Unë po ta spjegoj tash. Po që këtu ki me numra me po punë tu me numra po flasë, veç ki durimin dhe në dëgjëm. durim. Nëse unë e marë 2000 metra katror, tu, me maru një qerë dhe, ati i takon 2000 metra katror në hapsirë në altë ndërtim. Do të thot 1 metër me 1 metër. Ti kemi i kalzu votusit ku po do mi dhonë që ato? Porna? Sot kemi i kalzu votusit që ato 2 mitë në altë ku po do me i aty lënë? ku kam nevoj me maru një qerë dhe një shkollë, një ambulant, në qatë pjesë. Po dhe ku është pytja jonë? Pytja jonë është, nëse kime shkëmby, ku kime lënë? Sko, me ta merë mas nej të potu bo. Jo me ta merë. Faliminderit, po dush me kuptu pse unë insistoj që tash me më kalzu. Valon, replika arshme. Nga nën kryetari aktual u përmenën bonuset. Deri sot komuna Fushë Kosovës ka dhënë bonuse. A mujna me ditë në bos cilët kriterje dhënë bonuset, në cilën rregullore. Se më sa di unë komuna Fushë Kosovës nuk ka bonuse, nuk ka rregullore për bonuse, mirë po ndërtimet vazhdojnë. E para, e dyta kemi të bëjmë u përmend Miradi Epërme. Nëse shkojmë në Miradi Epërme dhe shohim vujtjet që i kanë për lagjes Marigona, e cila komplet kanalizimin e deri në lumin Graçanka, e cila shkakton ndonjëherë edhe përmbytjet aty në pjesëve. A kena mundësi me ditë në qëfar kuptimi dënë me bo lagje elitare Miradin Epërme? Faleminderit, Valon, jo e merë fjallën mas nej. Besnik, 2 pyetje ki. Faleminderit se nuk fola për fshati Miradi Epërme, nuk fola për zonën Miradi Epërme që ta kuptojmë për publikun. Do të ky është dallimi i parë. Dallimi i dytë, ndotja e Graçankës nuk vjen nga zona Marigona, po vjen nga zona të tjera përfshi pjesën e Ajvalis, që janë bërë inspektimet e sakta dhe gjinde gjende reale. Zgjidhja e Graçankës në fshatin Miradi dhe Ol do të bëhet krahas zhvillimit të infrastrukturës, përmes mbylljes së tyre kanale në diskutime me qytetarët do t'i shohim bashkë edhe do ta japim një zgjidhje përfundimtare. Rregulloria për bonuse? Rregulloria për bonuse është në fuqi, ka rregullor për bonuset. Ku është e publikume? Sigurisht në vefaqe, rregulloria për bonuse përdoret edhe që sa vite, është në fuqi dhe përdoret në raste kur ka nevojë për shkolla. Aja jep nëse kërkon? Valoni? Qasje për dokumenta që s'petim fort. Nëse rregulloren për bonuse, e din të gjithë ndërtuese, e din qytetarët, e din bashkë të institucione publike, nuk besoj që do të jetë një dokument i mshet. Okej. Rahim, a po të diçka tjetër? Po të replik, po zona Miradis Epërme, çka përfshin zona Miradis Epërme? Zona Miradis Epërme, po. Zona e Miradis, atë kemi bërë një zonë të mrekullueshme industriale, ku janë punësuar me qindra si pjesë e këtij plani zhvillimor, dim sa fabrika si zonë përzimi aktivitetit, pjesa tjetër shkon deri te pjesa autostradës dhe pjesa tjetër shkon deri në afërsi të zonës Marigona, në pjesën që ka të bëjë thot me kufirin me komunën e Graçanicës dhe në pjesën tjetër shkon deri te pjesa mandej e lidhjes me Bresin. Kjo në kupton toka bujqësore më e mirë e Kosovës kthehet në zonë ndërtimore. E para, e dyta, te kufini Graçanicës, kufi cilën e ke bo vetë sa e konë sekretari Ministrisë për shtetit lokal. Në pjesën e decentralizimit, kur është bo atëherë, e konë pjesë ati procesi cilë i ka dëmtu banorët. Banorët e Miradis, komplet pronat e tyne i kanë në Graçanicë, e cilët nuk ju lejohet me ndërtu. Dhe po je kontrovers me ato që i të e thonë. Kaq. E para, po filloj për kësaj të fundit, kufit e komunave nuk janë përcaktuar në me apelashme pa nga një sekretari përgjithshëm. Kufit janë caktuar si pjesë e bisedime me miq të ndërkombëtar që ju refuzoni dhe që e keni mbyll Kosovën, e keni getoizu dhe në bashkëpunim me to kemi një zhvillim të madh. Sa i përket do thotë pjesës së dytë që ka të bëjë me zhvillimin e komunës, duhet ta kuptojmë që komuna e Fushë Kosovës nuk është në rrafshin dugazhini për tokë bujqësore, është para stacionit kryesor ndërkombëtar të Hekurulla që duhet lirohet, është para 2 kryqëzimit të 2 autostrada dhe është në dyrë të aeroportit ndërkombëtar dhe duhet të jetë një fuqizim infrastrukturës përcjellëse. Rahim, Raniat. E para, kolega duhet me u konsultu me inxhiniera pak, se ndërtimi i lartë... Cili kolegë, se ki shumë kolegë. Që kolega nonën e majtë që tha nuk bohen teknikisht se lejen toka. Me pilotat thellë, me fondacionet betonit, lirisht më ndëshmërdërtu, jo 15, po 20. Kështu që konsultohë para se me dhonë mendime, sa lejon ndërtesat 15 kaç ajo.
se ka inxhiniera shumë të mirë qyteti jonë, është duhet mi njoftë ata me konsultu. Tjetra, këta dy nonën e djathtë kolegët, nuk po di çka ka nevojë me marr rolin e avokatit me mbrojt komunën të debatu për hartat zonale, të cilat i kanë shkel një 15 vendime, jo kolega këtu se s'është përgjën ekzekutiv, po dhe ke pelu në rolin e avokatit, a i kolega në djothe. Valjan? Po, Zoti Tërnova e marë si këshill, e di që Fushë Kosova ka shumë kodra e cilat komuna ja ka mbyll derën. Për këtë pjesë, e marë si këshill për të jenë, në rregull jemi. Kem drejt. Unë Hasan, nuk e luj rolin e avokatit, sepse punë avokatit së më pëlqen. Unë vetëm deshta qytetarët mi janë shpjegu hartën zonale. Unë jam asamblesë në këtë mandat dhe mas shumë të e kom kritiku hartën zonale, e kom kritiku katastrin, që ju nuk e keni këtu, kanë hu pronat, dhe unë veç po e spjegoj qka lejon harta zonale. Unë nëse vi kryetar komune, nuk vi me shke ligjit, ku me zbatu hartën zonale deri në kohën kur muj me revidu. Dhe revidimi është në 4 vjetë, i s'ka do në fati në 8 vite. Koha Besnik. Akinaj, nëse s'ki kur gjo, Rahim. Po, këtu është problemi që nuk është zbatu vendimet e Ministrisë për shtetit lokal, për hartat zonale që nuk ju kam përmbajt komuna, nuk ju kam përmbajt as kolegat janë e djathtë që thirët në hartat zonale në plan zhvillimit të komunës, edhe tash krejt debati shkën dhe bazohen në hartat zonale. Ajo harta zonale dhe plan zhvillimit urgjent du të më revitu. Ajo është urgjent për qytetarën e Fushë Kosovës se për ndryshe ai qytet ka më boj pa jetueshëm, edhe atë qytet çdo ditë njerëzit janë të mendu me ikë prej qytetit. Na nuk kemi mundësi në këtë debat me i ftu kandidat për asambleista, të cilët janë faktor kogja i rëndësishëm e vendos për planin zhvillimor komunal, se e qojnë dorën, po sot mujmë ju pyet juve, a keni ndërtues në listat e juja të asambleistave, cilës parti, edhe a keni donator ndërtues cilët po ju finansojnë fushatën, Rahim e ty për i mesit? Nuk kam as një donator ndërtues. As asamblesë? As asamblesë. LDK? Nuk kam informacion që kemi as një ndërtues i cili është antar i asamblesë komunale. Sa i përket financimet e fushatët, janë vullnetar aktivista njerëz të LDK-s që ndihmojmë njëri tjetrin në këto 30 ditë. Po, aktivistat po, veç ajo pore na ndërtues fushatën tonde, personalisht tonde. Unë e thash që nuk jep dhe nuk mund t'ja pare në fushatën time, sepse unë nga data 12 tetor, kur do t'jem kryetari komunës, do t'i kem durët e lira për qeverisë me qytetin e komunës. Bildane, okeja, ka në asamblejës ndërtues? Jo, jeta. Pore, grupi është mirë, jo, i kemi edhe na me tyrat vetonake, financim prej njëri tjetrit, po më la përshtypje komenti i nën kryetarit, deri sot, për që 3 vjetë është nën kryetar, tash në ashta ndryshon për të mirë nuk i dijet. Valon, a ke asambleista? Jo, nuk kena, edhe nuk kena donacione, amo po du me ju kundër përgjigj në kryetarit aktual, sepse ka informacione që jenë të i thirë vazhdimisht në telefon. Ndërtues, kompanit komplet që operojnë në Fushë Kosovë, jenë të i thirë të ju ly pare. Aty bo presion. Presion të jashtëzakonshëm kanë. Se cilët gurthys, se cilët presion për kujt kanë? Për këtyne, vetë ky pi thirrve, ju thot hajdin ta kenë. Suspicioni polici, edhe ata suspicioni polici. Ata po na lajmërojnë vazhdimisht në kuptime që po na thirrin, mirë po nuk na takon neve me u përzin atë pjesë. Ju takon aty në vetë i kemi inkuraju, mu lajmëroj. Para replikës, veç edhe Hasani po më intereson a kinaj ndërtues mrapa fushatës tënde. Jo, absolutisht. Okej. Besnik, replik. Gjithçka që ngritet, do thotë këto dhe që ka të bëj me këto abuzime, nuk dhe të raportohet këto, po do të raportohet pranë organët të policisë dhe pranë organët të prokurisë. A morin leja ata nëse e qojnë presionin policia, morin a leja, po i dënëni mas ne? Jo, po flasë për kandidatët nëse kanë informacion, që ata pas kanë presione, po tot kanë, po këta pedekan. Unë besoj që këta nuk tutën. Unë mi qua atje. Ti të go presion në komunë. Pa që i të go punëtorëve. Se edhe në kohën tonë kanë... Jetat lutna. Veç ka dalë unes po marrëvesh 3 veta me njëjtën kohë? Veç edhe njëzë. Përveç kësojna, punëtorë në komunë janë halë. Farë presioni kanë punëtorë në komunë. Për çka kanë? E pora, me po kujna kush pja bë lajk. E dyta, kush kujna pi vjen të bime. Presion në sistemin arsimor që komplet ata që punojnë në arsim, mi morë pjesë të bime. Në presion të vazhdueshëm administrata, e cila është një administratë mrekullueshme, e cilë të përshëndes shumë, janë punëtor, na jena vend me fakte. A ki fakte për çto?
Hajde në fushë Kosovë jeta Qysh edhe hajde? she qysh Jo, ti funksionon. hajde qëtu me emra. Me emra s'moj për hir publikut, për Zba. hir që s'moj mi nxjerr Po nëse s'munësh, Po i kemi po komunikimet. I kemi Mos me po fol. komunikimet, ja i kemi E po për komunikimet. juve me fol dikush vendosit që komunat e ju i ka presion? Lidhesh le të raportohet. Pejonës teme e garantoj kur far presioni, kur kërkuna s'kemi me bë. Mirë, Besnik? Lojka? Me marë pjesë të bime? Jo dhe bashkë s'fum qanë pesh heq puna e lajkave, janë votat e në kutit votimit, asë në rëndësi nuk e kanë. Urdhma? Hasan? Nuk po du ta se nëse e thëmë tash dikush ka më thonë apet jem avokat. Unë jam këtu shumë i drejt për drejt dhe e flasë vetëm drejtën. 4 vjetë e kom folë në komendin komunal dhe me vetë e kam të gjitha ekstrakte që kom diskutu. Jo veç unë, po këtë kolegë. Qa kemi kërku dhe unë kam qenë një nga kritikusit më të mëdhej në komendin komunal për keq përdorime, për këto ndërtimet, për humbjen e pronave. A ki pas pasoja? Nuk kom pas pasoja, veç kom pas, po du me i tregu zotit për breza që me të vërtet, unë kom pas shumë punëtor, që një farë forme mu kanë largu, e kam pas një farë presioni edhe më përshëndet. Qka është e vërtet? Kur po thu shumë punëtor, valaj, kompanin tonë dhe a për shka i ki fjallën shumë punëtor? Zyrtarët komunës, s'kam Zyrtarët kompani tem. komunës që s'kam folë për shka kritika. Po. Vildane? Përveç këtyne që përmendet kolegët, më kanë ndodhur edhe tash një rast personal, domethënë përveç presionit i vazhdueshëm të mësimdhënësat për me shkuna për të bimet grave të përgjithshme, ajo që më ka bë përshtypje kom reagu për shkollën Mihail Grameno aneksi 3, aty e kam edhe djalin shkollë, mësimi jeta organizohet në podrom. Klasët e para dhe klasët e dyta janë në podrom. Veç për një shkrim që e kom bo në Facebook, në rrjetet e mia sociale që kundër kësaj pa drejtësie ndaj fëmijëve, do me thonë kom marrë 100.000 telefonata, drejtori i shkollës më ka qitë në këshill të prindve, por unë menoj që çështjet e të drejtat e njerëzve na duhet me përdor politikën për me mbrojt e jo për me mbrojt keqen. Drejtori shkollës të ka qitë këshill për mendimet tuja politike. Po, e kom pas aty screenshot. Drejtori cilë shkollë me Mihail Grameno aneksi 3, aty e kam edhe djalin. Shkolla ma e madhe. Nuk është shkolla ma e madhe, është një aneks mbrapa xhamisë. A djalja ka pas pasoja ti si mësimdhënëse? Jo, fëmia jam nuk Ti je ka jeta. mësimdhënëse? Jo, ne nuk jam as mësimdhënëse aty. Prindëm kanë shkruar rregullisht në telefon, fëmijët e çaty në prindve janë podrom, edhe kom pat pa mundur me hesh kundër kësaj, apo kupton? Edhe nuk do me thonë tash unë pse po reagoj ose pse kam post politike dhe po dal publikisht para njerëzve, para masës, nuk do me thonë që drejtori nuk i përfaqëson për shembull LDK-n. Na jena aty për mirëqenien e fëmijëve. Faleminderit, Besnik. Jo, Çao puna drejtorit? e para për shkak të saksisë, se ka shizonës Vildane, nuk janë podrum. Përdhejës, njëjtë është. Janë përdhejës. E kom pas. Jo, nuk janë njëjtë. Podrumi dhe përdhejësa dallojnë. Nëse kanë ndriçim publik, dhe nëse kanë ajrosi dallojnë. Dritarët e kitë vogla, shumë të vogla, me perde. Kam qenë shkollë zona Vildane. Unë nuk po them që është mirë. Prandaj kemi ndërtu 2 shkolla, prandaj kemi nënshkruar me Ministrinë e Arsimit për me ndërtu shkollën e 3, prandaj jemi në përfundim të shkollës së 3 në këtë mandat, prandaj kam planifikuar për mandatën e ardhshëm edhe 3 shkolla. Unë jam i gatshëm me zonën Vildane në kapacitetin jo të kandidatit, të nënkryetarit të komunës, që të shkojmë bashkarisht, sot mund t'jetë vonë kur dalim këtu, po nesër në mëngjes, në drejtorinë e shkollës, të qartësojmë çka është. A i gatshëm me qërtu? Unë pa tjetër po thom, me zonën Vildane, bashkarisht, me kamerat e juve, sot mund të shkoj. Edhe në çka nëse është ai ma militant i LDK-s se ti? Ai thotë di unë. E para ma militant se unë edhe mund të jesë, nuk jam militant i LDK-s. E çka i bën? Sot nuk jam militant i LDK-s. Si edhe po, çka i bën? Por e kompromise me ligjin tashmonimi që 25 Po ai vjet thotë se nuk kom thu ligjin, veç i kom fol, se kom thu ligjin. Jo, ta shumë çka është, sepse është pak e çuditshme. Çka vendos një drejtor në këshillin e prindërve? Çka vendos një drejtor në këshillin? Kushtimin tim. Aden, kjo është Me diskutu? U diskutu në këshill të prindve për hir të korrektësisë të privatësisë, nuk më me qitë. Se mu i printu bisedat. A u diskutu keqa mirë? Se mu diskutu propozimi jotë so keq? Jeta unë e kom deklarua të si kur kanë lëshu leje komuna, është dash me para po që nevojitën edhe shkolla. është dash automatikisht me planifiku edhe venin për shkolla. Mirë, a ka diskutu negativisht? Jo, e kom marrë në mbështetjen e shumë prindve aty që kanë ngrot. Aja ka diskutu negativisht? Kom shku live, kom bisedu me ta, jom të qaru. Për hir të gjithë shka që ka nevoj fëmija shkolla, unë jam shërbim 24 orë. Kur jes qaru, a ka pos presion për ti?
Jo, mirë është. E çka Veç i ka është ordinati pse kum reagu në Facebook. Pse ki Mu reagu? bue madhe dhe me shpalos si Po shumë problem. mirë që u bojë madhe, Hesni. Hasan. Aneksi 3 nuk ka drejtor, po ka zavendës drejtor ose përgjes shkollës, sepse me ligj nuk mundet me Mirë. pos drejtor. Une, me statusin që Vildonja e ka publiku në faqin e vetë, kam shku personalisht pardje, mazdite. Dhe jëm hi, aneksi 3 i ka 2 kate dhe një podrumi është i ngritën një 50-80 cm në bitok, në ka shma shumë, bitok. Ater, Dhe poshtë, klasa të cilën Vildonja ka publiku e kom gjithë thotë, sepse mësimi kishë përfundu. Në anën e djathë, kur hinë koridor e kom pa një klasë, dikon 3 metra me një 7 e gjatë, o moj ke një ore fisulturës, unë janë të meru. Dikon një 25, 26 jetë meru në për zonë. shkak çfarë gjendjes? Po ajo është krejt Shpjegoni. beton, krejt është beton, Po. dhe edukata fizike nuk mohet në ato kushte. Me ata fëmi, ata e më pej klasë e sport deri në të 5-tën. Dhe mu mojt një ore edukatës fizike në ato kushte, ku nuk ka oksigen, ku nuk ka aerosje, është merë. Okej. Është e vërtet ajo që e ka thonë Vildonja, drejtaret janë mbi tokë, në grituna, qilin kiper. Ajo është Faleminderit pjesë e Hasan. podrumit. Po du me dalë të pyetja radhës, po valën replika e fundit. Qalim për replikë për gjona që u thanën. Në komunën e Fushë-Kosovës, qeveria e Kosovës ka financu shumë projekte, ma shumë se sa këta që kanë bëjë investime vetanoke. Në shkollë, në qerdhe që kemi përru para disa dite, ujësjelës, që është bo mi 3.7 milioner veç projekti ujësjelësit për fshatin e vetë ku është, fshatin e vetë si kryetar, si kandidat për kryetari i kalum, s'kan mujtë me bo, po një detaj që në fjalim që i ka thonë edhe në të kalumën, e kam një pyetje të trashëgimia e zotit kryetarit Borin Berisha. A i mbon bisupe trashëgimin e deri tashme të Lidhës Demokratike, se tha vetë nuk jam militant i Mirë, LDK-s. koha, faleminderit, Besnik. Gabot kur thuhet që është investu nga qeveria. E para, qeveria e Republikës Kosovës ka investu në komunë vetë të qytetarët e vetë në kuadër të kompetencat të veta. E dyta, qeveria e Kosovës ja ka marrë 6 milion euro komunës së Fushë-Kosovës që e ka pengu. Qeveria e Kosovës ja ka mojtë në sirtar që 3 vjen ndërmarrjen publike që i takon me legje garantuar ndërmarrja publike lokale që mundet me themelu komuna. Qeveria e Republikës Kosovës ja ka marrë 12 milion të hyra vetanake dhe ja ka majtë mbyllë në sirtar 11 muj, mos me lanë komunën me kry aktivitetet e veta. Koha, Vjeke që Besnik, kur s'kemi koha. pas qeveri Pse se ka keni që lanë umilësuar në ndërmarrjen raport më me formu? komunat. Jeta, pse e ke po dhe emailën, ju kom sqaru në email sa kam qenë zyrtar në Ministrinë e Ekonomisë, të njëjtën ditë kur është trajtu komuna Fushë-Kosovës, të njëjtën ditë ju është dhënë leja komunës Pejës, komunës së Suarekës, po këta kanë orë me idin, anan e leje se po dojna me marru banesa. Dhe mund të vërmëtaria e Cilën keni në ndërmarrje email. është fjala? Për Të cilën ndërmarrja publike lokale e Fushë-Kosovës. Pse mos me ju lanë për ndërmarrje publike? Po vërmëtarit i kanë post jashtëligjshme. Cilat? Grumbullimi, për shembull, grumbullimi i mbeturinave, që është e jashtë, nuk është sipas ligjit nuk i lejohet komuna me bëni gjatë tillë. E shumë vërmëtari tjera që ju kum pas përgjigj në emailën që më keni pas drejtu pas debatit me kryetarin aktual. Edhe ai ka ndru këta, me ndresh, ti mi thonë ndreshit ta bëj, Na ja kemi dërgu 2 herë, kemi bëj takime edhe me GOP-in, edhe ja kemi sqaru komplet. Po s'ka vazhdu, s'ka diçka lëvizje Besnik? për këtë pjesë. Kështu, prit të adresojmë qëto? nështë ka nevojë ande, po loko nëse ka nevojë ande me Po, sharu. pse e keni shti pastrimin si pjesë në Jo, nuk ndërmarrje? është pastrimi, ka një vendim të publikuar të nxjerrë nga kuvendi komunal, i cili është publik dhe mund të lexohet. Që thot? Ka që nuk ka të bëj fare me to, ka të bëj me mirëmbajtjen e hapësirave publike. Në nomenklaturën e dokumentin janë 13 aktivitete që zhvillohen, njëra nga to është ndërtimi, sepse ne kemi nevojë për objektet publike që të merremetojmë, të ndërtojmë dhe punëtorë që bojnë edhe në komunat e tjera ku ka ndërmarrje publike, është totalisht gabim i lexueshëm edhe i interpretueshëm dhe ka mbi 10 shkresa drejtu kryeministrit që ishte zotit Kurti, ministres, drejtuesve të tjerë në ministri që nuk e kanë kthy asnjë përgjigje. Faleminderit, po du me dalë. Veç lutna se s'kam çore. pak Kjo është Valën. buxheti. Jeta. Kjo është buxheti. Mirëmbajtja lejohet. Po, mirëmbajtja lejohet. Ndërtimi edhe në Prishtinë në PB-s diçka në të vene lejohet. Tjetër është në të ndërtimi trotuarëve është në Prishtinë. Nuk është Ani pse ndërtimi. si ke thonë ndreqe? Po kemi thonë, po s'kam bëu për këta kur gjë. Që një problemi kryesor që e kam S'ka bërë jeta. kur far tendence, S'kam bëu kur gjë.
ti me aunal komunës pëse është e vetëvendosës. Për besju, vetë asamblistat e mi kanë aportu është e palishme edhe ndalës, se është kompetencë garantume. Vetë asamblistat e vetëvendosjes kanë votu për themelimin e ndërmarrjes lokale dhe kanë pas presion për me bënë një gjë të tillë. Jeta, që ku e kemi buxhetin e komunës? Ju vetëvendosja presiona, po ju këshët fort. Qysh presion? Qysh presion? Buxhet nuk e kanë vendosur. Kur nuk e kanë planifikuar buxhet? Si kriter. Që ku e kemi buxhetin? Jeta veç një shenjë këtu. Buxhetin e komunës ku e kemi këtu? Asnjë prej këtyre projekteve që është i proklamuar i nderuar me zotin Osmani, asnjë nuk e ka buxhet. Hiç kërkun. Nuk e di çush del bashkëtorëve edhe. Faleminderit. Dy replika tjera. Po du me dol Rahim Hasan, mas pari Hasan. Këta kretë kohën e kanë që 5 vjetë të umorë me të kalunën, si kjo ona majtë, si ajo ona djathë kolegë, kjo janë kohët në këta në kohën në këtë dhe nuk marim vendime migra punës. Ka mujtë shumë thjeshtë, zonja Jeta. Mja largua ato pikat e mja lëshu pëlqimin pa ato pikat që ka kërkuaj. Kjo është veç një vullnet, për me dashë qytetin e Fushkosovës edhe për me dhonë zgjidhje. Më falë, unë e po dëgjoj së më ndërhy, është një kulturë e debatit, kur të folë një ani me dëgju tjetërin. Nëse si e mësu, je i ri, ki ko më mësu, po ta e pëllë një këshilë. Të kësha lutë me dëgju, se nuk është korekt, ka dole, mësë në dzej. Faleminderit Rahem, mos i ndërhy në njën tjetërit. Hasan. Jeta, kjo vendim më marë në Kovendin Komunal, më doke në vitin 2022 apo 2023, nuk mëj me kujtu, nuk e qenë aty, dhe ka qenë vendim unanim e 27 këshilltarëve komunal të të gjitha partive politike të Nëse përfaqësuara. ministria ka thonë dresh një shtu, Dhe ministria e ka kthy mrapa, dhe kur e kthen ministria mrapa, merret ekzekutive me vrejtje që i ka kthy. Ne si kovendar, unë një për ty ne kam bë pyetje, dhe më ka thonë kemi disa vrejtje teknike. Dhe unë që morë ma shumë me to, vrejtje teknike largohen shumë shpejt, ka zyrtar aty eksperta që i largojnë, po kur s'ka ardhë mo? Dhe ka me qenë se Fushkosovës po shkojnë tutje si kemi shumë tema. Besnik. E kam fjallën në regull. Jo, është kështu. Buxheti ndërmarrje publike nuk vendoset në nomenklaturën e buxhetit shtetit. Janë të ndame. Këto do të kemi sistem të raportuar në bazë të kesh, atje kemi akruar ndërmarrje publike janë jashtë buxhetit të shtetit. Janë në aktin e themelimit ke vendos buxhetin, shkruan do ta publikoj sonte kemi vendos pajisjet e komunës që do të japin dispozicion, kemi vendos 2 vite nga 200.000 euro subvencione që në momentin që e marrin pëlqimin të fillojnë me nërë me ndërrëm publike dhe shumë të lashe që i keshën, por nuk ka ndodhur. Do ta bëjmë shpejtash. Me një drejtori, me një departament. Falni, po du me shku të tema radhës se po na kalon debati. Fushkosova ka problem të vazhdueshëm me ndërtimet pa leje dhe legalizimin e pronave. Nga regjistri i fundit i vitit 2015 që është publik, në Fushkosovë janë 7.453 aplikime për me legalizu ndërtesa. Për me pru situatën zero, duhet që komuna gjdo dit në 4 vitet të arshme me i trajtu 7 ndërtime pa leje, ose me legalizu, ose me refuzu. Pra ndaj po më interesant cili është plani i këtyre kandidatëve që to 7.500 ndërtime të dhona që i kemi marrë për Ministrisë Infrastrukturës, do t'i trajtojnë edhe do t'i binë në zero, po nisim për juve, zotni Osmani nga 1 minut, me shifra në 4 vitet të arshme, a kemi i pru në zero, apo sa përqind që të ne kemi i trajtu? Ja, para besoj që ne do të me bo një dadhem, sepse kërkesa që vimi për legalizim janë kërkesa në hartografisë që ka ndodhur fotografimet në vitin 2018 dhe të më një gjendë e tillë ekzistuese, hynë në procesin e legalizimit në bazë të ligjit dhe në bazë të udhëzimit administrativ. Me këta, do të në kuadër të këtë kuadër, ne kemi pas 662 kërkesa, që kanë ardhur në komunën e Fushkosovës, prej tyre 511 janë legalizu, pjesa tjetër është në proces. Sa është, veç 100 janë procesi pas te, për para, së janë për para kërkesa? 662 janë legalizu, ka përfundu procesi, 511 janë 662 kërkesa kanë qenë, 511 janë legalizu. E këto tjerat pa legalizu prej 2000-ës? Tani ka kërkesa të vazhdueshme që e kanë shtuar numër që vinë pas vitit 2018 dhe që natyrisht nuk mund të trajtohen në kuadër të kësaj kornize ligjore që ka të bëjë me legalizimet, ai është një proces i ndarur, një proces tjetër. Qysh zgjidhet ai proces? Ti po bosh kryetar, nëse bosh kryetar, qysh e zgjidh? Zgjidhja do të nuk është as e lehtë, po është që do të me u përballue.
për të gjitha ndërtimet, ashtu si që kemi fillu, që janë pa leje, janë mbi 200 që kemi rënu vetëm gjatë 2 mujve të fundit. Kur po folim për kërkesa, nuk ka të bëj vetëm për solitera, janë shtëpi individuale, janë bizneset e vogla, janë ndërtesa të mëdha dhe natyrisht ato që nuk i plotësojnë kushtet janë duke hequr. Hasan, sa prej këtyne do t'i trajtoni deri në fund mandatit? Të gjitha. Të gjitha. Ka kapaciteti komuna me prunë 0-0? Po, veç po ta shpjegoj. Të gjitha ndërtimet që janë bë pa leje deri në vitin 2018 legalizohen sepse legalizon ligji mbi legalizimin që është nivel qeverisë dhe ka votu Kuvendi i Republikës Kosovës. Objekte që nuk mund të legalizohen... Ama nuk legalizohen bo që ati ligji ato që jë prona publike? Nuk legalizohen që ato? Po, legalizohen edhe ato. Po ta spjegoj. Ato që nuk legalizohen e kanë një problem tjetër. Kanë fillu shumë heret më ndërtu, qeverisja aktuale, për me ngrit ndërtimin, për interesa nuk unë si kuptoj pse, ka leju me u pagu taksa me rata. Dhe ndërtusit ka ardhë, ka apliku për leje ndërtimore, e ka pagu një ratë 10.000 euro, 5.000 euro, ka fillu me ndërtus, ka pagu mo kur gjëjq, dhe ka met kështu, ligji, ose atje kush e ban, legalizimin objektive, nuk i lejohet sepse ajo është në procedur të borgjit. Ka borgj dhe nuk ja lejon ligji me legalizu. Atëherë, çka duhet me bona? Për me indihmu qytetari që e ka bli atë banes dhe ka met asanejas kënej me një vendim të kuvendit, ato borqet të cilat kjo qeverisje nuk ka mujt me akumulu, kanë met ashtu, do t'i falim me një vendim të kuvendit dhe e legalizon mandej shumë Faleminderit. Ligji. Rahim, sa pri këtyne 10.000 aplikime që i përafërsisht 7.400 i kemi, që kanë apliku për legalizim, i trajtojnë dhe i në fund mandatit? Po, do të mi trajtu të gjitha, sepse ki obligim ligjor edhe mu koordinu me nivelin qëndror, bashkunim me nivelit qëndror, ka hapësir ligjore për më ju dhonë zgjidhje. Bëhet një komision, komun, qeveri, ku kanë përgjithësi si Ministria për Shtetit Lokal, gjithashtu edhe Ministria e Ambientit e cila nuk është e pafajshme në ndërtime dhe lejimin e katrahurit që ka leju më bo në Fushë Kosovë, pa mor parasysh se cila qeveri. Ne në Fushë Kosovë duhet ja hekim këtyne llogët partive, sepse sekretar i komunës ki përgjithësi ekzekutive dhe ligjore me marrë vendimet vetë, edhe mos me leju një katrahur që shkan leju këto qeverit e kalune në pushtetin lokal. Kështu që zgjidhje ka, po çka është një problem pak që donë më shumë punë dhe më shumë përkushtim, se donë kohë energji, ndërtimet që kanë betë në gjysmë, ku janë dëmtu edhe pronarë të tokave, ku janë dëmtu me qindra qytetarë, sepse ka ikur ndërtusi dhe nuk janë një ndërtesa apo dy, po janë 10 dhe është një 4 dhe janë dëmtu qytetarë të Fushë Kosovës me të madhe, me miliona, për shkak të keqpërdërimit të komunës me leje të ndërtimit. Faleminderit, Valon Breza, sa i trajton ti për qëtërme 7.400 dhe në fund mandatit? Por këto 7.400 që mënej që du të mu trajtu krejt, po unë mënej që ko halo ma shumë, e ndru më jeta. Ti pas këtë dhona të 2015. Që ndërtim Fushë Kosovë na e këna, po qa u bo? Po me rona që është, qytetarëve që dojmë i legalizu, kur shkojnë ati, akumulojnë borgjin që kanë lënë kompanit për ta, të leja ndërtimore. Disa kompani kanë falimentu. Përveç asajna, pa u pagu borgji kanë dhonë leje komuna për me ndërtu ndërtesa të reja. Të të kena problemin, shkon një qytetari Fushë Kosovës me legalizu pronën e vetë, me marrë fletën poseduse, cilën e ka me kontratë, kër është marrë vesh me bashkë ndërtusin, nuk i jepet komunës se thot kompania ka mbet bërsh, bënë një bashkë këtë banor të pagunë një borgjën e kompanisë, që është e jashtëlishme kjo që ju bëhet për zyrtarëve të komunës, konkretisht për politikës të komunës. Që gjithë këtë problem? Na menojmë, do të më bërë regjistrim dhe evidentimi plot i komplet ndërtesave që janë pa leje. E para, proces transparent legalizimit, digitalizim procesit, mu digitalizu e mu letu si proces, edhe nga ona tjetër veprim i prem për ndalimin e ndërtime pa leje në vazhdim. Sot besoj që ka prap ndërtime pa leje që vazhdojnë. Faleminderit, Vildane. Po jetë edhe kisha vazhdu me një formim të komisionit prej ekspertëve, por me verifiku të gjitha lëndët që dërzuhen. Bile këtë grupe kisha bo me dhe me
antarë tjerë të partive për të mirë qytetarëve, por tutje kisha vendos një dallim gjithmonë duhet me pas parasysh me pa dallimin mes nevojës dhe reales, dhe me thonë ka shumë banesa që janë ndërtu, që janë të shfrytëzoshme, ndërsa të tjerat ka nis një katë dhe janë lanë gjysë. Në këtë farë lloj hapësire, nëse kish pas mundësi një rrugë bashkëpunimi me ata pronarët e tokëve, me rikthyt pak dhe me një hapësirë gjelbruese për këta qytetarë, me i legalizu në forma të tjera, por këto dhe të tjera do të i kisha bo bashkë me e grupin që më kishë ndihmuar në këtë aspekt. Besnik, kërkove replik. Jo, vetëm ndoshta me qartësu se procesi legalizimit është procesi veçantë, nuk është puna a shkojmë na me evidentu. Thot ligji ka para pa afatet kohore kur të gjithë ata që duan të marrin pjesë në procesin e legalizimit, duhet të bazë procesi legalizimit të regjistrohen. Ka kalu ky afat, është vendim i organeve qendrore, e kanë marrë një afat shtesë, të gjithë ata që duhen me legalizu e bojnë aplikimin e tyre. E dyta, po, ka probleme me ata... E bojnë aplikimin komunë, komuna duhet me trajtu. Komuna e trajton e bashkëpunimi me Komisionin për Kaç Pranë. E dyta, thotë, po, ka taksat e cilat janë të papagume. Dhe në bazë të taksave... E veç ka dalë, Besnik, a e ka quti kush qëta ndërtues që kanë me bërë qytetarëve? A i ka guxu me shumë përmbarim? Ka raste... Komuna, me shumë. Po, ka raste që janë shkuar përmbarim. A ke quti, soj jeni aty si në kryetar? Kemi situata specifike. Ka raste kur nuk ekziston me ajo kompani. Fare, është shumë. Aty ku ekziston, a ke qunë përbarim? Ka raste që janë shumë përbarim. Ka raste kur ka ardhur me kërkesën tjetër dhe nuk është dhënë leja ndërtimit derisa të plotësohen kushtet dhe ka një përparim këtë. Ka një problem. Plotësim kushte me pagu borxhet, a plotësim kushte për ndërtesë tre? Jo, me pagu borxhet e asaj tjetër për me ujtë me vazhdu aktivitetin ekonomik. A është e mundën që ju ka dhënë leja dikujt pa i kry borxhet? Nuk e di a është e mundun, sepse do të po flasim për 200 leje për 4 vite që janë vonë. Jo, është një proces i cili kryet mbrana drejtorisë për Kocë. Dhe unë nuk do të vi këtu të thonë jo s'ka. E drejtoria për Kocë nuk e ka urdhrin, Besnik, prej juve, nuk e ka urdhrin mos me dhënë leje nëse kemi borxh do qytetarëve. E ka, do të kemi shërtu të gjitha mundësit. Njëra nga mundësit ka qenë me trajtu punën e faljes. Problemi i faljes se borxhe në raport me komunën është i pamundshëm se falja do të bëhet vetëm me ligj veçantë, vetëm nga parlamenti. Po, të evidentimi, që është jashtë që do të mu evidentu edhe me fitu komuna tyra për tatimin pronë. Këtu lidhët edhe komplet procesi. Tjetra, normal që nuk i din jeta se nuk jeton Fushë Kosovë, është turist Fushë Kosovë. Besa, shtu në dila vjen jeton Fushë Kosovë. Prandaj janë këto probleme që nuk i din. Ja, unë jetoj edhe veproj në Fushë Kosovë, të në kohën. Zotë një jashtë turist. Shumë shkurt, sa drejtori kemi adhon grave? Sa përqin? 40% gjithçysh me tendencë mi bo 50%. Urna, PDK, sa? 50 minimumi. Bravo. Ju nëse boni kryetar, si kandidati pavarur, sa, Hasan? 50. Besnik. One po ta një replik. Mas pari numrin, mas nej? Jo, unë e kërkova replik. Po ta jap fjallën për numrin? Jo, unë e kërkova replik. As po do me dhonë grata? Prit. Vildone? 50 tjetër. Mas pari numrin, mas në replik? Jo, replikën erë. Jo, numrin. S'ka numër, s'kam përgjegje, po e pres replikën. Hajde replikën? Replika është kështu. Edhe ai tjetri ka me marrë replikë. Unë, kandidati vetëvendosjes nuk jeton në Fushë Kosovë në qytet. Unë aty ku jetoj, Fushë Kosovë në kam më afër me kilometra. Edhe nga Slatina, shtëpia, edhe nga Ulpiana. Kësha dashtë që jemi shumë korrekt në raportin tonë para publikut, besoj që gara ju në shnosh kam i shërbyer demokracisë lokale. A jeton në Fushë Kosovë? Jo, unë thash nuk jetoj në Fushë Kosovë. Unë jetoj në Slatin, po edhe kandidati jeton në Barë që është më larg Fushë Kosovë. Thash jetoj në Ulpian që është më afër me Fushë Kosovën. Ka të mërsh, jam afër me qytetin, jam që 2 vjet çdo ditë me qytetarët në qytetin. A e krye replikën? Po, a më kthy të përgjigje? Sa gra? Nuk mund të them një numër. Për Asamble Komunale kemi 13 kandidatë. Jo s'dveta. Kemi barsën e listës femën. Pse s'mundesh me thënë numër? Jo, adim se s'po të them numër, sepse nuk do të di saktë sa drejtori do të jenë. Do të jenë 12 Ani ama përqindjen. Çfarë do të qoftë, çfarë përqindje? Spaku 30%. Faleminderit. A fshat? Përfshi në kryetarën e komunës, përfshi drejtorinë. S'po duam me rajt, po as po duam me mlan pa numër. Faleminderit. Jetë të edin aty ku kam qenë sa ka pas femra në menaxhment. Di se di, tash je për herë të parë kandidat për kryetar. Faleminderit që më të përgjigje. Valan, jeton Slatin. A ona i problem? Për bes nuk jeton Slatin. Vikend po,
Jeton Slatin. Jo, me nuk e këtë dim. Sa që nuk e din as territorin e komunës, shkon Vasilim, komunë Drenasit, bën projekte. Menon projekt, jo, peshuam jeta. Peshuam, pe Vasilevës na kallzon çu ka mund rresh për Kosovë, po se ka po Ramiz Ladrovci se kesh lënë me bogjerim atje. Nuk jeton Slatin përveç vikende. Ta tonë din. Thash, edhe kur jetoj në Ulpian, edhe kur jetoj në Slatin jam afër se kandidati, kush nuk beson Unë në territor të Kosovës jam, në bordhin Suneqaj as ma larg as ma afër. Është ma larg se qyteti. Kem të folur për Vasileva. Kandidati duhet me kuptu që ka një bashkëpunim ndërkomunal, ka marrëveshje me komunën Drenasit të nënshkrume dhe mund bëhet një projekt i mirë. Prandaj Ne e kanë kënaqur. Prandaj duhet të vazhdojmë bashkë. Ishte kjo komuna e Fushë Kosovës, edhe me juve jemi çdo natë prej orës 7 deri në 8 deri në fund fushatës zgjedhore edhe qytetet tjera. Andaj, pyetje që i keni specifike dërgonin info@kallzo.com, për Fushë Kosovës sonte ka që keni natën e mirë.